asnjë kolektor, asnjë impiant komunën e Istokut nuk është ndërtu dhe nuk janë trajtu ujrat e zeza si duhet. Do ta realizojmë ato në mandatin tonë, do të thotë në 3 mujoshin e parë. Plani i AKS për Istokun bazohet në 10 shtylla. Shtylla e parë është zhvillim ekonomik dhe punësim, shtylla e dytë ujë i pijshëm dhe ujrat e zeza, shtylla e tretë arsim modern, shtylla e katërt rinia dhe sporti, shtylla e pestë shëndetësia, shtylla e gjashtë turizëm dhe agroturizëm, shtylla e 7 bujqësia, shtylla e 8 infrastruktura, shtylla e 9 trajtimi i qenëve endacak, shtylla e 10 menaxhimi i mbeturinave. Unë do të ndalna të shtylla e dytë, ujë i pijshëm dhe ujrat e zeza. Istoku ka shumë probleme me ujë të pijshëm sepse shumë fshatra kanë mungesë ujin e pijshëm dhe që nga mbas lufta është dhe qëndron ky problem. Ujrat e zeza, kemi shumë problem dhe të lashës se deri me tani. Asnjë kolektor, asnjë impiant komunën e Istokut nuk është ndërtu dhe nuk janë trajtu ujrat e zeza si duhet. Këtë do ta kemë prioritet. Pikë pari për ta pasruar ujin dhe për t'ia lehtësuar bujqësve dhe të gjithë atyre fermerëve që punojnë tokën dhe është në të mirën tonë për ambientin tonë. Arsim modern. Çka do të thotë arsim modern? Do të mundohem aty ku shkollat kanë mungesë të pajisjeve të gjithë atyre, të kujdesem të plotësojmë ato. E kemi një mungesë madhe për qerdhe në qytetin e Istokut ku e kemi vetëm një qerdhe dhe një qerdhe që 6 vite ka filluar nuk është kry. Do ta realizojmë ato në mandatin tonë, do të thotë në 3 mujoshin e parë. Ashtu e kemi para po. Do të kujdesem edhe shkollat e mbyllura që janë jo larg qytetit të Istokut, i kthejmë ato në qerdhe që mundësinë t'ia dhom fëmijëve në përfshatra t'i çojnë fëmijën e tyre aty dhe të kenë mundësinë edhe të punojnë nanat apo prindët e tyre. Kjo është ajo që ne shohim. Shtylla e 7 do të dalat e turizmi dhe agroturizmi. Ne kemi një potencial të jashtëzakonshëm në komunën e Istokut me bjeshkët, ujin dhe të gjitha ato që na i ka folë Zoti, mirë po deri sot nuk ka investime të mirëfillta për turizëm.